Avokat, a pritet të ketë arrestime të tjera nga SPAK? Po. Arrestimet do vazhdojnë shkallë. Do vazhdojnë në nivel deputetësh dhe ministrash. Bëhet fjalë që të arrestohen Belinda Balluku dhe Taulant Balla. Për arsye se e kanë mbushur edhe e kanë tejkaluar kupën. Do presim, do shikojmë. Planet e SPAK-ut unë nuk i di, as në Biros Kombëtare të Hetimit nuk i di, por logjika juridike dhe penale më thotë që do ketë arrestime se s'bën. Po nga ana e Partisë Demokratike do ketë ndonjë masë sigurie nga ana e SPAK-ut? Partia Demokratike ka probleme të mëdha me elektoratin e saj dhe me ato të ashtu quajturat që janë shumë kriminale, listat e mbyllura. Pse e thoni këtë? Nga momenti ja do ta them, nga momenti që harton një listë me kandidat për deputet të panjohur nga publiku, që aty nuk ke më zgjedhje, ke vetëm urdhër, do votosh këta që dua unë edhe pik, këta që do kapobanda, që është kryetari i partisë. Për mua kryetarët e partive janë kapobanda të gjithë pa përjashtim. Si të partive dhe të partitshkave. Janë e njëjta gjë. Ka 30 vjet kryetar partie ai Shpëtim Idrizi, 30 vjet kryetar partie ai tjetri. Thuaj këtë duash se në rregull je. Pra, nuk janë parti, janë grupe kriminale të organizuara, të legalizuara nga partia MÖM, që është partia e punës e Shqipërisë, të cilët si shërbejnë në mënyra nga më të ndryshme dhe në sektor nga më të ndryshmit. Pra, s'janë gjë tjetërve se janë rrëke të vogla që bashkohen ose ndahen tek lumi i madh në deltë. Janë delta e partisë punës Shqipërisë, këto partitshkat. Po në fakt, kot lodhen, e kemi thënë në mënyrë të përsëritur, unë kam thënë në kanale të tjerë tek kolegët e tu, që zgjedhjet nuk do bëhen. Nuk do bëhen dhe situata politike, situata ekonomike, shoqërore dhe veprimtaria e krimit organizuar ka shtruar nevojë imediate që të ndryshojë komplet kjo klasë politike. Dhe do ndryshojë. Nuk do ketë më deputet nga këta që shohëm sot edhe kapardiset. Që sa marrin karikën e ministrit, ndrojnë makinën, marrin makinën më të shtrenjtë se kushdo tjetër. Pash para ca ditësh makinën e kryetares bashkisë Roskovecit. Modeli fundit të fundit, mbi 200.000-300.000 euro. Ku i gjeti parat kjo më gjublir këtë makinë? Pra, vjedhet, këta tani janë iki e sipër dhe vjedhin shtë mundin. Tani janë kap që të kapësh këta. Tani po të robura të kapim, sepse nuk do ke zgjedhje, do shkarkohen, do ikin nga pushteti dhe do meten pa gjë. Avokat, ju thoni s'do ketë zgjedhje, do ikin këta të gjithë, po kush do vi, se këtu s'po shohim ndonjë forcë? Nuk po shef, po do shofësh. Nuk shef tani, po do shofësh. Dhe konkretisht do bëhet qeveria teknike, do përgatisi vendin për zgjedhje, do ndryshojë kushtetutën sërbe që kemi aktualisht në fuqi, sërbo-greke, se nuk është shqiptare, dhe do përgatisi vendin për zgjedhje, do ndryshojë sistemi politik nga republikë parlamentare në republikë presidenciale, me 80 deputet, 41 senator. Shikojnë që këto që them unë janë plotësisht të vërteta dhe të orientuara dhe të marra nga burim tepër i sigurt. Kaq. Avokat, si u duket koalicioni i kryesuar nga zoti Berisha? Mos ma bëni më këtë pyetje mu. Është sport karavidesh më. Po si ore arrin deri kaq pa turpsi sa të bëhen në një koalicion të bashkojë Berisha e hedh vallën sipas çiftetelit grek, ja thash dhe do t'ja them tani. Që ai bën atë që i urdhrojnë grekët dhe bashkojnë në koalicion, dulen me Idrizin. Pra, harron dhe
xeron çështjen çame. Shpëtimi i Drizit ka bërë me kohë, po e bën dhe Sali Berisha. Pra shpëtimi i Drizit është një tradhtar i kombit të tij, popullit të tij, i krahinës së tij. Është tradhtar, është i pabes. Dhe po ja them prap. Marrim Dulen. Vangel Dulen unë e respektoj, sepse është i patundur në partinë e tij, në programin e tij, në përkatësinë e tij etnike. E kam kundërshtar politik, nuk diskutohet, nuk ka urrëtie se kundërshtari politik nuk zgjidhet nga unë, por është në të drejtë në punë të tij, është në programin e tij dhe në udhëzimet e tij që merr nga Athina. Është në rregull ai. Ky nga i merr udhëzimet, ky është shpëtimi i Drizit. Të kesh turp shpëtimi i Drizit. Je tradhtari i çamëve, je tradhtari atyre nënave dhe nuseve të reja që ushqar barku me bajonet nga ai Napoleon Zerva. Të kesh turp se ke tradhtuar gjakun e atyre, mira njerëzve. Vuajtje e atyre çamëve që i shikojmë akoma në për video arkaike, të vjetra, shumë të vjetra, që kanë hequr zite ullirit, janë torturuar dhe të merruar, janë djegur me zjarre me hekur nga grekët. Avokat, para 2-3 ditësh doli një sondazh të Euronews ku forcë të parë nxirrte Partinë Socialiste edhe forcë të dytë Partinë Demokratike. Shiko, ato janë dy parti të mëdha. Por në fakt janë e njëjta parti, është Partia e Punës. Dhe pse e them është Partia e Punës? Shqiptarët duhet t'i hapin sy dhe të dëgjojnë këto që i them unë dhe t'i verifikojnë, jo se i them unë, t'i verifikojnë. Si do t'i verifikojnë? Po a them unë. Në 21 prill të vitit 2008, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, do të thënë Edi Rama dhe Sali Berisha u morën vesh që të ndryshojë kodi zgjedhor, të ndryshojnë në paragrafet e kushtetutës dhe të bëjnë zgjedhje tipike fashiste, komuniste, naziste. Që do të thotë, unë do kem sekret 46 veta të mos i di elektorati, por të votoj si parti dhe të tjerë pasaj kushtë mbetet. Pra kjo është një tradhti, qofte e elektoratit të tyre, e kandidatëve të tyre që kanë dëshirë që të merren me politikë dhe të ecin përpara, të ndjekin karrierën politike, qofte edhe për qytetarin e thjeshtë. I thot qytetarit thjesht, demokratit, hajde voto ti për këtë blokun këtu. Se për blokun po voton, ose për zarfin. Do votoj për zarfin qytetari shqiptar. Jo për personin, nuk e di kush do jetë personi për cilin do votoj. Vota janë këto, zgjedhja janë këto, demokracia është kjo. Turp të vit të dyve, po veçanërisht Berishës. Pse Berishës? Sepse Berisha vajte ju fal Edi Ramës. Berisha e kërkoi këtë gjë për të garantuar ekzistencën e tij në politikë. Nuk do jesh në politikë se Sali Berisha ta kam thënë në kanale tjera dhe mbaj mend. Nuk do bën zgjedhje, nuk do hysh në politikë, do futesh atë të ke vendin. Ti je për në burg zotëri. Ti ke bërë krime ekonomike dhe njerëzore sa të duash kundër njerëzimit. Ke përgjegjësi të jashtëzakonshme. Do apo s'do ti? Avokato, do ndryshoj qasja e Amerikanëve me marrjen e Berishës për një nga drejtuesit e fushatës elektorale e Donald Trumpit? Çfarë kuptoni ju me fjalën me pozicionin drejtuesi fushatës? Se këtë s'po kuptoj juve shqiptarëve dhe juve mediave. Edhe ty, përfshi dhe ty aty. Që kupton të me këtë? Që ka drejtuar fushatën elektorale, qa pastaj? Mund të jetë një urë lidhse me Donald Trumpin. Zotëri, ai është një biznes. Pikërisht. Dhe biznesi paguhet, bën atë punë për të cilën paguhet. E pagoi Donald Trumpi, i bëri fushatën, miropafshim, shihemi në zgjedhjet e tjera. Nuk është person politik, zotëri. Nuk është funksionar politik. Por është parë shumë afër drejtorit të CIA-s, shumë afër kabinetit të Donald Trumpi. Edhe një fatkeqësi tjetër e mediave shqiptare, po të panë që i afër presidentit thonë ty të ka presidenti vëlla, që bëni mërë kështu. Presidentit i afrojnë 10 njerëz, 100 njerëz. Kjo nuk do të thotë që i ka njerëz të afruar të besuar të ti. Megjithatë, nuk ka asnjë shans që ky si Cincoro, si e ka ky, si a di emri këtij që ka ardhur, nuk ka asnjë shans që të bëj fushat elektorale, sepse të thash nuk do bëhet zgjedhjet, por mbi të gjitha
ka një pyetje për Shoku Sali. O Shoku Sali, ku i gjete parat që pagove këtë që do të kërpretë të bëj fushatën? Ku i gjete $2 milion? Se e ka marrë $2 milion është paguar. Kjo është vërtetuar nga Amerika. Ku i gjete parat të që i pagove? Se ti thua s'ka para, atëre këto para nga ka dalë. Pra që këtu s'ka nevoj të shkosh tu të hetosh për Sali Berishën. Ku i gjeti parat që pagoj këtë organizatorin e fushatës zgjedhore, që kote e bënë se nuk do bënë zgjedhje, e thashe përsëris, dhe tallën me lekët e shqiptarëve. Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, domethënë atë gjysmën origjinale të Partisë Punës, unë e kam pasur e kam dhe do t'i kem armiq të përjetshëm, sepse në 66-ën Partia e Punës mua më dëboi nga Tepelena më çoi në Golëm të Kurveleshit. Në shi 3 ditë rresht në shi. Pas një lloj as 3, as pron, as një. Kishin vetëm 2500 lekë të vjetra në xhep, kaq kishte babai. Dhe atë parti unë nuk e bëj mik kurrë. Sali Berisha dolli që ishte kundër asaj partie dhe unë e kam mbështetur nga në thënjëshi deri 2005 vjet sa herë që kishin fushat. Po nuk e dija unë që Sali Berisha punonte për grekët. Nuk e dija unë që ti zoti Sali ishe Juda. Juda mor Juda, ti je Jud në të djathtën shqiptare. Ti ke marrë urdhër dhe ke marrë direktiv nga sërbët e ati Fazliqi që të erdhi aty dhe në paraqitje dhe në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Ke marrë urdhër nga ata ti që të shkatërrosh të djathtën Shqipëri. Ke marrë urdhër nga ata që të miratosh ligjin 7501, se je ti që deklarove dhe the nuk do risjellim prap latifondistën në Shqipëri. Apo ke harruar këtë deklarat? Ta kujtoj unë, o kujtoj dhe shqiptarëve këtë deklarat që ke bërë. Pra ti je armik i këtij populli, ti je armik i qytetarëve shqiptarë, ti je armik i simpatizantëve të Partisë Demokratike. Po nuk kanë sy të ballë që të të shikojnë dhe të dalën dhe mire kanë, të vazhdojnë pas teje. Për ashtu ata që ti ke korruptuar dhe janë bashkëfajtor në krimet e tua, ata nuk të ndahet, nuk diskutohet. Dhe te ata i ke futur në listat e mbyllura. Shqiptarët nuk e din, demokratët nuk e din cilët janë. Megjithatë, praktikisht unë i quaj zero dhe fushatën që do bëj ose që ka ndërmend të bëj dhe ekzistencën e këtij tash u quajturi koalicioni turpi, po koalicion Karavidesh, është koalicion ai të sjellësh ti jeni sherin në koalicion, të sjellësh Kujtim Gjuzin në koalicion, të sjellësh të tërë këto partiçkat. I mlodhi të tërë, mori një fshes me korant, i futi në atë aspirator, i futi në qese dhe i ka aleat në koalicion. Nuk ka koalicion. Është koalicion i turpit. Është koalicion që diskreditoi përfundimisht fytyrën e Sali Berishës në elektorat dhe në sytë e popullit shqiptar. Unë ja them, ja kam thënë, po i them prap, ndash të dalë vetë të debatoj me mua, ndash të dërgoj një nga politikanët e ti më të mençur, teoricienët këtë cilin të doj, ta delegoj të vi të debatoj me mua lidhur me figurën e ti dhe me ato për të cilat do akuzohet dhe që s'është akuzuar akoma publikisht. E akuzoj unë publikisht. Sepse do marrë 2 objekte që janë të pakontestueshme, si konteston dot. Kishim uzinën e telave të Bakrit në Shkodër. Uzinë që punonte me bakër të nxjerrë nga dheu i Mirditës, nga Rubiku, fabrike Rubikut, bakër blister, nga bakër blister, bakër elektrolitik dhe elektroteknik dhe prodhonte tela bakri sa eksportojnim në të gjithë botën. Pra ishte një uzinë me qark të mbyllur. Një kjo. Uzina e instrumentave të Korçës. Instrumentat e Korçës, instrumentat prerës qarkullojnë edhe ushqiten në gjithë botën, në gjithë vendet e botës. 2. Kombinati autotraktorëve, që mund të prodhoje çfarë do makine që të doje ti për jashtë llamarinën, po pjesët gjenerike motorike i bëjen të përkryera në uzinë traktori. U bën 3. Pse i mbyllë Shoku Sali? Përse i mbylli? Me ç'urdhër i mbylli? Ç'a humbje i krijonin ato popullit edhe ekonomisë? Pra këto janë krime, unë thash këto, po janë me qindra të tilla që i ka bërë dhe është përgjegjës vetë direkt si ish kryeministër në pushtet. Po si shpjegoj që akoma ka njerëz që e duan Berishën?
Janë budallë. Jo, ua them, janë budallë, nuk kanë synë ballë. Ose janë të blerë, janë të paguar. Unë kontaktoj për ditë me demokratë. Dhe demokratët fillimisht më kanë pritur me shumë armiqësi. Tani demokratët kërkojnë informacion nga unë dhe kërkojnë sqarime dhe unë ua kam thënë dhe njerëzve të ndershëm u shmbushur mendja që Sali Berisha është tradhtari i tyre. Dhe fakti penal, po e quaj, në dorë të tyre janë listat e mbyllura. Pse i mbylli lista? S'ka. Pse s'bën zgjedhje të rregullta? Është parti demokratike. Atëherë demokracia kjo është. Shoh që s'kam asnjëri, asnjë person. Kam një zarf. Dhe më thonë, shko këtë zarfi ti, shkruan PD ky, voto për këtë. Dhe se kush fqehet në të zarfin e di padrinua. E di padrinua. Dhe Salihu dhe Edi Rama janë padrinut e dy partive të krijuara, të ndara në dysh nga Partia e Punës së Shqipërisë, parti besnike të Ramiz Alis dhe Enver Hoxhës, si PD-ja dhe PS-ja, por PD-ja veshi lëkur tjetër, në mënyrë më të pandershme, u fut si e djathtë. Si janë të djathtë. Vazhdoj. Avokat, pritet që në këto zgjedhje të votojë edhe diaspora dhe emigrantët. Fatmirësisht nuk do të shkojnë, nuk do bëhen zgjedhje dhe nuk do të hanë do të para. Si jeni para. kaq të sigurt, avokat, që s'do bëhen zgjedhje kur gjithë administrata po përgatitet e KQZ-s për zgjedhje? Dhe të vazhdoj administrata. Ne s'kemi asnjë deklaratë të ambasadave, të zyrtarëve tuaj. Ambasadë? Sa muaj ke që nuk e shikon ambasadën amerikane të dalë në publik? Sa? Sa muaj ke? Se s'ka ambasador. Jo se s'ka ambasador, ka zëvendës, ka të ngarkuar me punë, kush tha që s'ka? Pse vetëm ambasadori duhet të dalë? Sepse është në një proces tranzicioni. Absolutisht s'ka asnjë proces tranzicioni. Ambasada amerikane është ambasada amerikane dhe funksionon, shteti amerikan nuk funksionon me parti. Pse nuk po reagon? Pyetini. Mund t'i pyesni. Të kërkoni informacion nga ambasada, nga zëdhënësi shtypit ambasadës, ka hapni faqen e tyre në Google dhe merr informacion. Është thjesht problemi. Shtypi i ka të tëra mundësit. Ata i japin përgjigje organeve të shtypit. Nuk dalin. Besoj se kolegët e mi janë interesuar për drejt ambasadës dhe s'ka marrë përgjigje. Dhe nuk do marrin përgjigje. Se përgjigja është kjo që t'ja pun tani, që do bëhet qeveri teknike. Dhe kanë shkëputur se zotëri ti e gazetar që ke disa vjetë në media. Dhe ti duhet ta kuptosh që nga momenti që ambasada nuk komunikon me politikanët, do më thënë që ka shkëputur marrëdhëniet. Dhe pret që të qërohen tikin nga kariket dhe të bëhet ajo që them unë tani dhe që është deklaruar në mënyrë të përsëritur nga misionari amerikan në Shqipëri, që nuk do bën zgjedhjet. Ka që thjesht është. Shqiptar kush ka sy në ballë dhe t'i shoh, kush nuk ka dhe mos shoh. Ne kemi për detyrë që t'u themi që nuk do bën zgjedhjet, mos lodhen. Mos harxojnë parat, mos harxojnë vajtjardhje. Do ikin këta nga pushteti. Që të 140 sa janë dhe do japin llogari që nga viti 92 deri më sot. Do japin llogari për hajdutllëqet, për vjedhjet që kanë bërë, për krimet që kanë bërë, për shkatrimin që i kanë bërë ekonomisë dhe shtetit shqiptar, për dëbimin e 1 milion shqiptarëve që janë këto dy parti që i kanë përzënë shqiptarët nga Shqipëria, me politikat e tyre antikombëtare, antinjerëzore, në shërbim të Beogradit dhe të Athinës. Kaq. Avokata, mund të ketë protesta si që ndodh në Serbi për rrëzimin e qeverisë? Dhe ta provojnë. Ta provojnë të bëjnë protestë. Ja po të them unë. Dhe të ngrihen ndash të dy partitë, të bëjnë bashkë, ta provojnë të dalin në bulevard. Dhe do shifrin të gjithë ju se ç'përgjigje do marrin. Do t'i kishin bërë me kohë protestat ata po të kishin mundësi. Po ata e dinë që s'mund të bëjnë protesta. Avokat, dy palët kanë thënë që pas qofse do fitojnë zgjedhjet, do marrin masa ndaj Spakut. E disish kjo? Është një lloj sikur thënë do marrim ca gure do qillojmë do t'i hedhim në hënë. Mendoni që është i paprekshëm? Absolutisht po. Kush e jep këtë garanci? Ata që e krijuan. Dhe ju e dini shumë mirë kush e krijoi Spakun dhe Biron Kombëtare të Hetimit. Dhe kush i paguan.
ka Amerikën pas spaku. Nuk e prekin dot. Thash, është një lloj se kur të marrin nguret që llojin hën. Atë bëjnë thjesht për të mbajtur me gajret simpatizantët e tyre të dy partitë, se i vjen radha atyre të PD-s tani, do fillojë nga ata arrestimet. Kjo është e padiskutueshme, se të dy palët kanë vjedhur. Të dy palët kanë vjedhur. Jo kanë vjedhur, po kanë bërë dhe bashkë punojnë. Kush ka ngelur nga të PD-s për të marrë masa? Ndaj Berishës u morë. Metën është në burg. Po Meta nuk ishte PD-s njërë. Opozita. Që opozitë është ai? Është opozitë e majtë ai? Ai ishte opozitë e opozitës së majtë, jo opozitë konstruktive dhe jo opozitë shqiptare, jo. Ai bëri një gjë që unë e vlerësova. Sa e dëgjova që më thanë ka kërkuar të mos jetë në listë, ka nxjerrë emrin nga listat e mbyllura të Sali Berishës dhe ka thënë do kandidoj drejt për së drejti. Ky është një gest burrërie të cilin unë e vlerësoj. E vlerësoj se në fundit i thot vetës ore o dali që do dar, unë jam, doni të më votoni, s'doni të më votoni, nuk doni si jetullën në Sali Berishën. Edhe këtu është çështja karakteri e tia. Për këtë, bravo i qoftë. Kaq. Avokat, si e keni parë situatën politike në Kosovë? Ja prisni që Albin Kurti të drejtoj përsëri qeverinë? Nuk besoj. Nuk besoj dhe për mendimin tim, me aq informacion se kemi, se s'kemi informacion se ç'bëhet në Kosovë. Vendi do shkojë drejt zgjedhjeve të reja. Në qoftë se pranojnë ata të partive të tjera, aleat të Kosovës, që të marrin pjesë në pushtet pastaj në koalicion me Albin Kurti. Po me sa kam dëgjuar, Albin Kurti nuk do që të bëjë koalicion me kërkon, e do pushtetin vetë. Se di se do bëhet, nuk kam informacion për këtë punë dhe unë nuk mund të jap mendim për çështje që nuk jam informuar për to. Do të pyes të lidhur me marrëdhënie që ka pas qeveria me oligarkët. A duhet që qeveria e ardhshme të ketë një raport më të sinqert dhe transparent? Oligarkët në radhë të parë njerë do të rregojnë nga u erdhi pasuria, nga e morën pasurinë, si u pasuruan. Jo si deklarat e Berlusconit që tha mos më pyesni për dollarin e parë, për milionin e parë dollarëve, por ne do t'i pyesim dhe ata do japin llogari për lekun e parë ku e gjetën që u bën oligark, se askush nuk e di se si u bë oligark Zamir Mania. Thuhet dhe kanë hapur fjalë që është pasuruar duke shitur gjëra të vogla në fillim edhe avash u rrit. Ku t'ja thonë ato? Nuk mund të bësh biznes në Shqipëri, nuk mund të bëje biznes në Shqipëri këto 30 vjet pa dhënë atë haracin pushtetit dhe doganave të pushtetit. Plus pastaj kredit dhe ata prona ato punimet që kanë marrë këta për të fuqizuar xhepin e tyre. Këta janë fuqizuar me para të vjedhura, me para të dhëna nga pushteti për të mbajtur pushtetin kaudiljot e tyre. Avokata, ka shpresa që një ditë do bëhet Shqipëria? Shqipëria do bëhet shumë shpejt. Shqipëria do bëhet shumë shpejt, unë Shqipërinë shikoj të bërë tani. Deri para një viti unë nuk kisha shpresë. Jo deri para një viti, më përpara. Sepse unë e dija që Sali Berisha do arrestohej që këtu në 2001. E dija që Ilir Meta do arrestoheshin pushtet, këta socialistët. Qa socialistë, janë komunizmu, po ka që pa turpian sa ndruan emrin nga parti e punës, e bën parti socialiste dhe ndryshuan.